Duke kritikuar dhomat e specializuara të Kosovës në Hag, ish ndihmësekretari amerikan i shtetit James Rubin e quajti të padrejtë mbajtjen për 5 vjet në paraburgim të 4 ish krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në ditën e dytë të dëshmisë së tij, ish zyrtari i lartë amerikan James Rubin përballë gjykatës speciale e cilësoi jo normale mënyrën se si po gjykohet ish presidenti Hashim Thaçi dhe të bashkakuzuarit e tjerë, duke nënkuptuar se kjo nuk është drejtësi. Janë dorëzuar vullnetarisht dhe kanë bashkëpunuar me gjykatën, se kuptoj pse kanë qëndruar kaq gjatë në paraburgim. Kjo më shqetëson. Mua kjo më është dukur si fajsim politik, për shkak si akuzuari ka qenë udhëheqësi i UÇK-s. Duke patur një ide të mirë të funksionimit të UÇK-s dhe duke ditur zhvillimet, mendoj se kjo është e gabuar, nuk është drejtësi. Kam folur me juristët e avokatët me emër ndërkombëtar dhe më kanë thënë se është një mënyrë e pazakontë për të trajtuar një burr shteti që është dorëzuar vullnetarisht në jurisdiksionin e një gjykate që e ka krijuar vetë kur ishte kryeministër. Rubin theksoi se përshtypja fillestare për ushtrinë çlirimtare të Kosovës ka qenë se kishin të bënin me një organizatë terroriste, mirëpo më pas kjo përshtypje ndryshoi. Ne fillimisht e përshkruanim UÇK-n si një organizatë që zhvillonte aktivitete terroriste, pra ndoshta ne shkelëm dëshirën tonë që të ishim në anën e ëngjëjve gjithmonë, por sigurisht, me gjithë dëshirën që të ishim në anën e tyre, nuk donim të mbështesnim njerëz që zhvillonin aktivitete terroriste. Ky qëndrim më pas ndryshoi pasi UÇK-ja u pajtua me marrëveshjen e Rambujës dhe menduam se ishte në anën e ëngjëjve pasi nënshkruan marrëveshjen e paqes. Kur u pyetur lidhur me pretendimet dhe akuzat për krime lufte nga pjesëtarë të UÇK-s, Rubin deklaroi se Shtetet e Bashkuara i trajtuan, por nuk arritën t'i vërtetonin ato. Ai u shpreh skeptik lidhur me një raport të vitit 1998 të OKB-s, ku pretendohej se njerëz pjesë e UÇK-s rrëmbyen civil dhe policë serb. Kam lexuar një raport të OKB-s për Kosovën, por kam qenë shumë skeptik për të, sepse organet e OKB-s nuk e kanë përshkruar shumë mirë situatën shumë shpesh. Pra, kam qenë në dieni të raportimit nga OKB, por jo domosdoshmërisht ka qenë i besueshëm raporti. Më të besueshëm konsideroja raportet e kryqit të kuq ndërkombëtar. Për Radio Televizionin Shqiptar nga Haga, Jonida Omeri.